Çështja e durimit, pra, kur të ndodh një problem, ndodh një fatkeqësi, duhet me duru. Zoti xhelleshanu thot profeti, është mahnit me muslimanin, sepse edhe kur duron mbasi fatkeqësie, Zoti i jep për atë shpërblime, i fal mëkatet dhe ja hap rrugët e jetës dhe e nderon ditën kur do të dalim përpara të Madhit Zot. A sprovohen gjithë njerëzit i soi? Jo. Sepse besimtarët dhe besimtarët e ndershme janë në Islam si shkolla. Dikush është më i ri, është në klasë parë. Dikush është më i vjetër dhe është në gjimnaz, dikush tjetër është në universitet, si mas shkallëve. Profetët për shembull ishin grada më e lartë. E pyetën një herë profetin ton dashur. Tha, i dërgumi i Zotit, kush sprovohet më shumë? Cilin sprovon Zoti më shumë? Dhe ka thonë: El anbiya'u thumma salihuna thumma al amthal fil amthal. Ka thonë, profetët sprovohen më shumë se të tjerët. Pastaj njerëzit e mirë shumë dhe pastaj sipas gradave që kanë. Ço do thotë kjo? Subhanallahu, për rinj do të flasi çdo kush për fen. Kujtohet ieri gazetar. Mos flisni shumë pa e kuptuar fen, se futeni në gjinaf të madh. Bile s'thojnë gjinafi më i madh sipërfaqe një tokës, ka shumë ulema që e thënë këtë, është flasësh për Zotin atë që s'din me shpjegumje. Dhe vjen, unë i thash po vi, u banova pak e me radh. Edhe dikush as sot nuk e di, më tha ai që kisha filluar me menduj çik mirë për Islamin, po më tha njëri, tha që po u futem fe vetëm sprovohesh. Ai kisha trem. Mori intervistën ai se pash më ke dera xhamis. Se ky kishte lexuar këtë hadith dhe kishte kujtuar se po ishe profet ose besimtar i mirë, s'të ndahen sprovat e mëdha. Jo, nuk është kjo. Kjo është ta kuptosh mbrapsh. Ne do ta shpjegojmë në hutbë çdo thotë ti je musliman i mirë. Sa më shumë shtohen mirësitë, aq më shumë shtohet mirësia e Zotit gjithësisë. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që nëse ti je në universitet, Zoti s'mund të sprovojë ty me mësimet e klasës parë. Do ta japi pak sprovën të lartë sipas nivelit që ke në besim, se s'quhet sprov. Kjo është kuptimi. Një që është profet nuk mund sprovohet që ka djalin me temperaturë. Po për një familje tjetër muslimane që është në besim dove duket sikur u sprovon në gjithë botën. I kishin vjedh dikujt vllai musliman biçikletën, sikur i kishin vjedh $1 miliard, po i profet nuk sprovohet me të vjedhit e vet. Am kupton ku është, domthon, kuptimi i fesë dhe sqarimi i dietarëve, s'mund të flasësh kështu. Në hava edhe për çfarë? Për fenë e të Madhit Zot. Pra kur thotë sprovohen më shumë profetët, se po profeti ka pa xhenetin, xhenemi ka pa Xhebrail Emini, ku ka sprov për të? Prandaj për shembull Ibrahimi alayhis salam u sprovoi që i tha bëje kurban djalin tënd, se vetëm kjo mund të quhet sprov. Çfarë do të sprovojë Ibrahimin alayhis salam? Mumi kuleta. Sprova që ndodhin me ne. S'është sprova. Çfarë sprova? Shajti dikush, ai thotë elhamdulillah ti marr sevapet. Nuk ka sprov, domethënë, kuptimi i kësaj është që njerëzit sprovohen sipas nivelit që kanë që të quhet sprov. Ti kur shkon në universitet, në shkollë apo në gjimnaz, nëse ai të bën ty profesori London që ti e ke marrë klasë parë, quhet provim, quhet qesharak. Pra, sipas nivelit vjen sprova për tu parë realisht, dhe ky është që i balancon sprovat sipas nivelit. Prandaj tha profetët sprovohen më shumë, pastaj njerëzit e mëdhej të mirë, dietarët e mëdhej, pastaj sipas nivelit, se ka dhe i problem tjetër. Ti shkon klasë parë dhe të vjen provim teza e gjimnazit, s'kupton asgjë. Ngel në provim dhe Zoti këtë i balancon, ti japi sprov një besimtari të ri ose që nuk e ka shumë besimin të lartë, një sprov si sprova profetëve i del nga veja fare. Prandaj Zoti xhelleshanu sprovon njeriu besimtar sipas nivelit që ai ka, kjo rahmet i madh. Për këtë arsye, kështu duhet kuptuar kjo, se ka shumë që e kuptojnë gabimet. Sprova në vetvete, se ke Zoti nuk ekziston e keqja, sprova në vetvete është begati shumë e madhe.